Një përshëndetje, një mirënjohje pa kufishme, me guximin, trimërinë, qendresën tuaj, nderuat më shumë se kur këtë datë historike të kombit shqiptar, përmbysjen e diktaturës komuniste 34 vite më parë, por njëkohësisht i dha dhe goditjen më të merituar diktaturës sotme. Kjo ishte një betejë shkëlqyer dhe u garantoj se tjetra do t'jetë dhe më shkëlqyer dhe se për Edi Ramën nuk do ketë më stofull, nuk do ketë vrim miu, ku do futet. Kryengritja paqësore e shqiptarëve do t'i jap atij ndëshkimin që meriton. Do t'a çojë tek etrit e tij mizor. Keni qenë të shkëlqyer. Në këtë nuk e di domethënë. Si e nderuat ju kaq shumë sot 22 marsin, e të merruat Edvin Kristaqeramen. Prandaj dhe ne le të zotohemi në këtë shesh, se nuk ka paqë në këtë vend me ata të cilët kanë vjedhë dhe vjedhin si hjena pasuritë publike të shqiptarëve dhe pasurohen vetë, përdorin ligjet dhe mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tyre. Qendresa jonë, ndëshkimi ynë do të bjerë mbi ta dhe ata do përfundojnë në lanë, do përfundojnë në koshat e plerave të historisë. E pat vetë ju, si e kishte rrethuar të 4 anë me policë, po ka rrethim që na pengon ne, kur. Prandaj Edi Rama, jep dorëheqjen sa më shpejt. Jep dorëheqjen se do të tërheqim ashtu si sta pret mendja. Mund të sqaroni pak incidentin që ndodhi me ju personalisht, pati me çfarë u hop me ju, gaz lotësiellës, spray lotësiellës? Ajo që bëri Edi Rama ishte një akt i shëmtuar, por ajo vetëm sa rritë vendosmërinë e kryengrisëve paqësor për ta hedhur sa më shpejt në lanë atë dhe regjimin e tij. Nuk ka asnjë lloj, ne jemi në një betejë dhe në këtë betejë ne s'kemi të ndalur. Absolutisht. Sot ne fituam një betejë. Sot ne zhvilluam betejën më të bukur në tërë ekzistencën tonë. Po dhe më madhështore, më e fuqishme do jetë ajo që vjen. Shumë shpejt do njoftojnë. Nuk ka paqë me Edi Ramën. Me Edi Ramën ka vetëm betejë. Ka vetëm betejë. Gjerë në largimin e tij nga pushteti së bashku me hajdutët që rrethojnë. Ndaj dhe një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të gjitha atyre qytetarëve që sot u bën zëri i Shqipërisë, zëri i kombit shqiptar me protestën e tyre. Le të vazhdojmë në këtë betejë, gjerën fitoren tonë të plot, t'i shporin këta kusar që s'kan ligj as moral. Edhe njëherë mirënjohje ndaj jush. Të vazhdojmë betejën. Fitoria është e jona. Ishte një demonstratë shkëlqyer. Do me thënë, te i kaloj çdo lloj projekti dhe tjetra do jetë edhe më madhështore.
tjetra do jetë dhe më shkëlqyer. Nuk ka paqme. Për Edi Ramën ka vetëm atë që meriton dhe shumë shpejt. Bravo, bravo. Atëherë pra, mirënjohje ndaj jush e ndaj gjithë atyre që u angazhuan këtë betejë epike në këtë ndërim të jashtëzakonshëm që i bam 22 marsit. Kur nuk mboshte. A funksionon kjo lloj protesta marshim, apo mbase do të ishte më mirë që qytetarët të kishin dëgjuar edhe fjalimet tuaja? Partia Demokratike në broshura që ka shpërndar, ka shtuar si, po themi, arsye për të protestuar edhe rritjen e çmimit të naftës. Sot nuk u dëgjua asnjë fjalim, a do ishte më mirë që të ktheheshim tek kjo lloj proteste? Tani, Partia Demokratike është partia që ka marrë misionin dhe ka marrë përsipër për mbysjen e këtij regjimi. Në mënyrë absolute, agenda e saj do shkojë gjithnjë duke u pasuruar dhe duke mbrojtur interesat jetike të qytetarëve shqiptar. Por ajo që është imperative, ajo që është jetike, largimi me urgjencë i Edi Ramës dhe bandës së tij nga pushteti. Mirupafshim. Së shpejti tani në betejë tjetër. Bravo, bravo. Me sa duket ka përfunduar dhe protesta e ditës sotme, ndoshëm fjalën e zotit Berisha, i cili tha se nuk ka më paqe për Edi Ramën dhe betejë do të vazhdojë, ndërkohë që i ftoi qytetarët për protestën e radhës, pa caktuar një datë se kur do të jetë ajo, dhe e cilësoi si një betejë të vazhdueshme deri në rrëzimin e Edi Ramës nga pushteti. Kjo ishte dhe fjala e zotit Berisha në përfundim të kësaj proteste. Shohim edhe simpatizantët e Partisë Demokratike të cilët po largohen. Ka përfunduar pra protesta e sotme me këtë fjalim të zotit Berisha. Ne do të kemi një komunikim të drejt për drejt me kolegun Osman Stafa, i cili do të na bëjë edhe një përmbledhje të gjithë protestës sotme apo edhe si përfundim mesazhit të zotit Berisha. Nuk e di nëse e kam kolegun Stafan, komunikim drejt për drejt, apo duhet presim disa sekonda sa të konfigurohet lidhja me të. E kemi kolegun Stafa. Po Osman. Klevi, atëherë ishte një protestë e cila nisi rreth orës 18:40 minuta me daljen e kreut Partisë Demokratike nga Selia Blu, së bashku me mbështetës të tij, por edhe me deputetë të tjerë të kësaj force politike, drejtues të rëndësishëm për t'u pra bashkuar protestuesve të tjerë të cilët prisnin tek kryeministria. Ishte një protestë pa podiume, ku zakonisht ka fjalime. Menjëherë pasi u bashkuan protestës, filloi hedhja e molotovëve në drejtim të kryeministrisë. Policia e shtetit ju përgjigj me gaz lotësielës dhe hedhje të ujit, pra duke përdorur autobotët e ujit. Mandej protestuesit morën rrugën drejt Bashkisë Tiranës, ku aty hodhën molotov në drejtim të Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Infrastrukturës, e cila ka qenë drejtuar nga Belinda Balluku. Mandej ata vijuan për tek selia e Partisë Socialiste për të kaluar në atë vend, por që policia e shtetit i ndaloi. Protestuesit më pas hodhën molotov tek pra në drejtim policisë, duke zgjedhur më pas që të kalonin anash Bankës së Shqipërisë për të dalë përsëri tek rruga e Kavajës, për të vijuar tek Myslim Shyri dhe për të dalë tek drejtoria e policisë Tiranës nëpërmjet Unazës.